Aktivistja shqiptaro-amerikane Evi Kokalari ka reaguar ashpër ndaj kreut demokrat Sali Berisha pas një postimi të këtij të fundit lidhur me një takim të zhvilluar me delegacionin e Unionit Konservativ Amerikan. Berisha në postimin e tij shkruante se organizata më e madhe konservatore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me Partinë Demokratike dhe Institutin Konservator Shqiptar, do të organizojnë në Shqipëri CPAC Balkans në fund të prillit. Por në mesazhin e saj, Kokalari paralajmëron Berishën se nuk do të arrijë të shfrytëzojë këtë konferencë për të fituar pikë në funksion të zgjedhjeve të 11 majit. CPAC Balkans nuk ka për të ndodhur në prill që ta shfrytëzosh ti për zgjedhjet dhe nuk do të jetë në bashkëpunim me Partinë Demokratike. CPAC është një nga konferencat më serioze konservatore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po zgjerohet nëpër botë. Ajo ka vetëm një detyrë, shtyrjen e konservatorizmit të vërtet në Ballkan, super e domosdoshme, dhe ti nuk e për ta shfrytëzuar siç po mundohesh me çdo gjë këto ditë. Ditët e tua kanë marrë fund. Në Shqipëri ka forca të tjera në garë momentalisht që janë konservatore. Dhe ti, CPAC nuk e për ta marrë peng, paralajmëron Kokalari Berishën.